Prej më shumë se 30 vitesh, banorët e lagjes Ndocej në Shkodër vuajnë mungesën e infrastrukturës. Vetëm pak metra nga unaza perëndimore në këtë rrugicë ku banojnë një numër i konsiderueshëm familjesh, ndeshesh me një sër problematikash, siç është mungesa e asfaltimit të rrugës e ndriçimi, gjithashtu shqetësim janë dhe ndërtimit pa leje, të cilat kanë ngushtuar rrugën, duke bërë të pamundur hyrjen e ambulancës apo të zjarrfikses, ndërsa një tjetër problem është prezenca e një mecereje e cila qëndron në mes të rrugës. Banorët detyrohen të lëvizin mbi këtë mecere për të shkuar në banesat e tyre. I ke rrugë herë nuk është rrugë. I këtu jena të 30 vjet, as zjarrfikse, as ambulancë, as i që i ke. Foto vet e shif si çfarë është bëhet aty. Ba marr natën këtu këtë thën qafën. Të s'ke as drita as i son, që si ke. Urna. Ba me tra zjermi tash kërkund s'ka ku me të një zjarrfikse. Ambulanca sa hera urzojto. Me bë rrugën, me bëj këtë rrugë. Me bë ndryshim si ton njerëz që ku e keni unazën. Ti bën herë kërkesë të bashkia? 20 herë. Që e thoj? Papa, të bëjmë. Ne i në tonë pleset e mëram. Kur vjen fundi sa me dash me ardh një ambulancë ka ku hina dalim dekun për shtëpijet. 30-40 metra mos me kanë para me na godini këtë rrugicë. Prandaj është gabimi më i madh. Izet Kotri, banori vjetër kësaj lagje, tregon se ka qenë në vitin 2015 që bën kërkesa së bashku me banorët e tjerë pranë bashkisë për të rekonstruktuar rrugën, po deri tani ka marrur vetëm premtime. Na kena shqetësim se kemi se nuk na lën me kalu ujnat për jashta, që na vas të gjithë ujnat si bin shoh, të gjithë deri ta borit e vinë shtëpi mu. Se shon ka kalojnë. Kam shku në bashki, kam qenë në vitin 2015 me numër protokollit. E kam të gjitha lethat. Kam 10 vjetë që e kërkaj, bash me peticion. As i përgjigje s'kena marrë. Kam shku, kam taku në kryetarin, përmëtaj, pa të bjetha nxjerët me pas, s'ka ardhë. Kam shku, prap, kam taku nxjerën e bashkis. E tha, në s'kena qanë dorë, në këtej, kam shku në lagje prap, kam bo letha prap, edhe e fundit është, pa të diftej me data, 25, por na, kam qyrë 2015 që be letha. E vetë me rrugis, gjithë nazën, perëndimore është pas valdu. Edhe emnin në s'kena adres. Ndërsa investimet në shumë zona të qytetit po vijojnë, banorët e lagjes Ndocej shpresojnë që edhe rruga tyre të jetë pjesë e projekteve për rikualifikim.